Të gjithë kemi mënu që je maj meqme, që mund i rrotullon çdo sen. Tash, kush po të rrotullon ty? Veç edhe një dorë, veç edhe një herë. Inshallah fati po kthehet. Oho, ku je niso trimi i kazinës? Shbe dola pak, po s'jam të ikë për kërkujtë. A e di so pare janë atu që i ki morrën? E di. Jo, nuk i ka edhin. Se me ditën nuk shehis kështu si bas. Tërë fillojna me morë diçka tjetër. Qa? Paj, si për shambull, diçka që të dhemë mas shumë ti. Mos guxo më përzi mu familjen. Do pasuje e kom vetë. Familje largë. Valan, ti duhesh me mprit pak. Unë e përshkaj për dërzoj kerën që ku marrë rend, edhe pritën pak ti, unë zvanona, vi. Po, sa minuta? Po nja 5 minuta ose 10. Ama ti mos lëviz për këtujt se na hina bashk atje më rena. Ti rë këto. Sa i madh koka! Valan, po dhe jeta jashtë është e madhe. Veç duhet me pas durim. Ka që madhe është. Vonin e shumë. Na falë shef, po rruga... Arsyetimet lodhin ma shumë se gabimet. Në kazino njerëzit hupin çdo ditë. Ku është problemi? Shef, kë nuk ka me pagulet. Familja i ka i komplet jashtë, kë ka me të krejtësish vetëm. E ju dy që paguni për mos me pas probleme, po më thoni që ka me pas problema. Na kemi arë me kërku një uzim. Udhëzim, ju rregullat i dini? 2 ditë. Ose mi sillni parët, ose ma sillni qatë njeri. E, qa po bëni? Ku po më qani, kush jeni jo? Shuj me zbëza rrec aty. Tash tregojnë ku po të shumë. Allah? Allah! Valon, çka po ndodh? Si që për shef, afatit ka kalu. Alo? Mos je ka kërkon vllaun, Kush je ti? mos u shqetëso. Ajo është mirë për momentin. Mos u tut, se kam njetë me të lëndu, pije pak ujë, qetëso, Atëherë pse më keni marrë? sepse ka njëherë të rriturit nuk kuptojnë, derisa dikush që ata e duan zhduket. Unë s'kum bo kur gjo, çka kum bo? E di, pije pak ujë. Du më shku të vllau jem. E që nëse mu në tekët me vendos mos me të liru ty heq, Atëherë juve s'kam ju bo ma të fort. pse? Se baba thëjke, se njeri i fort nuk i tut fëmit. Ti e ma e fort se shumë burra që i kom pa deri sot. Atëherë, liram, se po do me shku. Kjo në varet krejt prej vllaut tanë.